shumica e grave besojnë se nuk u lejohet të kërkojnë ndihmë ose se është e gabuar të kërkosh ndihmë. Ndoshta kjo bazohet në idenë se ne duhet të jemi të afta të bëjmë të gjitha gjërat me forcat tona. A e dini se kjo quhet sindroma e gruas së fortë dhe se sot është kthyer në një epidemi? Na ndiqni në programin e sotëm për të mësuar më shumë për këtë dhe për ta lehtësuar veten nga barra që mbani. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje mikesha të dashura dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty, një program që ju kushtohet juve për t'ju ndihmuar dhe për t'ju inkurajuar. Unë jam Marta dhe unë jam Dena. Përshëndetje të gjithave. Shumë herë ne gratë mendojmë se është detyra jonë të bëjmë gjithçka vetë dhe e kemi të vështirë të kërkojmë ndihmë. Kjo është shumë e vërtetë, Dena, madje ndonjëherë zemërohemi kur askush nuk na ndihmon, duke supozuar se të tjerët duhet ta marrin me mend se neve na duhet ndihmë. Të paktën kështu ka ndodhur me mua. Sigurisht që edhe mua më ka ndodhur, Arta, edhe pikërisht kjo është arsyeja e krijimit të një termi jo klinik që përshkruan presionin e madh që shumë gra ndjejnë për të qenë vazhdimisht të afta, të pavarura dhe përkujdesëse, duke menaxhuar njëkohësisht karrierën kërkuese, familjen dhe jetën personale në mënyrë perfekte. Ky term është sindroma e gruas së fortë ose sindroma e supergruas dhe shoqërohet jo vetëm me refuzimin për të kërkuar ndihmë, por edhe me shtypjen e emocioneve, me neglizhimin e vetes edhe në fund me raskapitje ose burnout. Ne jetojmë në një kulturë që shpesh përforcon bindjen se gratë nuk kanë rëndësi, nuk meritojnë kohë për veten dhe se perfeksionizmi është thelbësor për mbijetesën, fal patriarkatit dhe kulturës së punës pa pushim. Ju mund të mos jeni të vetëdijshme që keni sindromën e gruas së fortë, dhe ajo mund të jetë një efekt ansor i përshtatjes me pritshmëritë që njerëzit kanë prej jush. Kur partneri ju pyet çfarë do për darkë, përgjigjja juaj e parë është nuk e di, sepse nuk dëshironi t'i thoni se doni makarona kur e dini se ai nuk i pëlqen. Ju i thoni vetes se nuk keni para të mjaftueshme për të bler pantallona të reja për veten, por shpenzoni shumë para për kurse jashtëshkollore për fëmijët tuaj. Ju e mbani lodhjen si një medalje nderi, sepse ajo dëshmon që ju mund t'i bëni të gjitha. Por, mikesha të dashura, ju meritoni të bëni gjëra vetëm për veten, si të shkruani në ditar, të lexoni, të ushtroheni fizikisht, ose thjesht të pushoni në divan pa ndier faj. Ju meritoni të shpenzoni nga paratë që i keni fituar me mund për gjëra që ju bëjnë të lumtura. Ju meritoni të kërkoni atë që dëshironi, si makarona për darkë, edhe kur e dini që është pjata më pak e preferuar e partnerit. Ju meritoni të keni gjëra të reja, rroba, këpucë, apo të shkoni 3 herë në javë në palestër. Ju meritoni të keni energji të reja që i merrni nga gjërat që ju kënaqin. Po sikur të besonim se nuk është egoizëm të bëjmë gjëra vetëm për veten, apo se mund të japim një përgjigje të qartë dhe pa faj kur dikush na pyet çfarë do, apo se ne meritojmë të shpenzojmë kohë dhe para për veten, po sikur të besonim se është e lehtë të kërkojmë gjërat që dëshirojmë, apo se meritojmë të pushojmë që të jemi versioni më i mirë i vetes, ne jemi mësuar të japim energjinë tonë për gjithë të tjerët dhe kjo e bën shumë më të vështirë të dimë se çfarë dëshirojmë, sepse një pjesë e jona beson se të duash diçka për veten është gabim dhe egoizëm. Por le të mendojmë ndryshe dhe ta shohim jetën tonë nga një perspektivë re. Le të zbulojmë sot disa gjëra mbi sindromën e gruas së fortë dhe të shohim disa rrugë praktike për t'u çliruar prej saj. Sa e fortë je, nuk e di si e del. Kjo është një fjali që shumë gra e dëgjojnë shpesh në biseda të zakonshme. Në fillim, kjo i bën ato të ndihen të sigurta dhe në kontroll. Kush nuk dëshiron të admirohet për qëndrueshmërinë dhe për faktin që është personi tek i cili të tjerët mbështeten? Por pas këtij lavdërimi, shpesh fshihet një barrë e heshtur. Pritshmëria se forca nuk duhet të thyet kurrë. Me kalimin e kohës, ajo që filloi si një kompliment mund t'ju bëjë të ndiheni të bllokuara brenda vetes. Edhe pse sindroma e gruas së fortë nuk është një diagnozë formale psikologjike, ajo mund të përkufizohet si presion i vazhdueshëm për të treguar kompetencë, qetësi dhe përkujdesje edhe kur je e lodhur, e mbi ngarkuar apo e lënduar. Por në vend që ta lartësojmë këtë koncept, ne duhet të jemi të vetëdijshme për mesazhet që ai përcjell tek vajzat dhe gratë e reja.
Ky presion shpesh fillon në fëmijëri, që në moshë të vogël shumë vajza lavdërohen si të pjekura, ndihmëse apo të përgjegjshme. Këto janë cilësi të vlefshme, por kur përforcohen vazhdimisht, vajzat krijojnë në mënyrë të pavetdijshme një identitet që rrotullohet rreth mbajtjes së gjithçkaje në kontroll. Kjo është e vërtetë Dena, dhe sot rrjetet sociale dhe interneti shpesh i glorifikojnë apo lartësojnë këto tipare, duke i barazuar me vetbesimin. Në realitet, kjo nuk është gjithmonë e vërtetë dhe mund të ndikojë negativisht në jetën shoqërore dhe profesionale të grave. Në moshën e rritur sfidat shtohen, karriera, marrëdhëniet, përgjegjësitë familjare, roli i kujdestarisë, të gjitha njëherësh. Studimet mbi rolet gjinore tregojnë se gratë angazhohen në mënyrë jo të barabartë në punë emocionale, për shembull në përpjekjen e padukshme për të menaxhuar jo vetëm emocionet e tyre, por edhe për të qetësuar ndjenjat e të tjerëve. Me kalimin e kohës, kjo punë e papaguar edhe shpesh e panjohur bëhet raskapice. Etiketa grua e fortë bëhet njëkohësisht medalje nderi dhe pritshmëri. Ti mund t'i bësh të gjitha, prandaj duhet t'i bësh të gjitha. Nga jashtë, forca duket e admirueshme, por kur bëhet mënyra e vetme e pranueshme për të ekzistuar, kostoja emocionale është e rëndë. Në të vërtetë, të shfaqësh vazhdimisht qetësi, lë pak hapësirë për trishtim, frikë apo zemërim. Këto ndjenja nuk zhduken, ato grumbullohen dhe mund të shfaqen si stres, lodhje kronike apo pazhumsi. Gjithashtu, kur një grua duket sikur i ka të gjitha nën kontroll, të tjerët mund të mos e shohin nevojën e saj për kujdese dhe mbështetje. Mund të jetë paradoksale, por sa më të forta të dukeni, aq më të vetmuara mund të ndiheni. Menaxhimi i roleve të shumta, profesioniste, kujdestare, partnere, mike, pa pushim të mjaftueshëm, çon në lodhje të thellë emocionale dhe fizike. Në gjithë këtë mori gjërash, mund të ketë edhe një lloj konflikti brenda jush në lidhje me identitetin, një konflikt midis autenticitetit dhe pritshmërive. Kur identiteti lidhet me teprimin e forcës, të qenit e cënueshme apo e prekshme, duket diçka e rrezikshme. Duhet thënë Arta se një nga keqkuptimet më të mëdha është se cënueshmëri do të thotë dobësi. Në realitet, cënueshmëria është burimi i lidhjes, krijimtarisë edhe guximit. Në terapi, një nga momentet më të fuqishme dhe jetë ndryshuese është kur një grua thotë: "Jam lodhur duke qenë e fortë." Ky pranim i sinqertë dhe njerëzor është shpesh hapi i parë drejt qetësisë. Cënueshmëria nuk e pakson forcën, ajo i jep asaj hapësirë të marrë frymë. Ja disa hapa praktik për të shëruar nga sindroma e gruas së fortë. Hapi i parë, ripërkufizoni forcën, pra krijoni një kuptim të ri të forcës. Forca nuk është të bësh gjithçka vetëm, ajo është të njohësh kufijtë e tu, të vendosësh kufi dhe të kërkosh ndihmë kur është e nevojshme. Hapi i dytë, kontrolloni emocionet tuaja duke patur empati për veten. Bëni pauza të vogla dhe pyesni veten: çfarë po ndjej tani? Çfarë më duhet? Mbajtja e një ditari apo praktikat e ndërgjegjësimit mund t'ju ndihmojnë. Hapi i tretë, kultivoni mbështetje reciproke. Rrethojini veten me njerëz që japin po aq sa marrin prej jush. Mësoni të komunikoni qartë dhe të kërkoni atë që ju duhet. Hapi i katërt, sfidoni perfekcionizmin. Disa ditë do të jenë të çrregullta dhe kaotike dhe nuk ka problem. Vetdhëmshuria është një motivues më i shëndetshëm se sa vetë kritika. Hapi i pestë, kërkoni hapësira të sigurta, qoftë përmes këshillimit, grupeve mbështetëse apo bisedave të sinqerta. Gjeni vende ku nuk duhet të jeni patjetër një grua e fortë. Në përfundim, mund të themi se sindroma e gruas së fortë nxjerr në pa një paradoks. Ajo që shoqëria lavdëron te gratë, mund t'i raskapit ato në heshtje. Forca është e admirueshme, por nuk duhet të vijë kurrë në kurrizë të shëndetit mendor. Bota nuk ka nevojë për gra që nuk lëkunden kurrë, por për gra të plota, ndonjëherë të forta, ndonjëherë të cënueshme, por gjithmonë njerëzore. Dhe nëse e keni mbajtur maskën e forcës për shumë kohë, ndoshta ka ardhur koha ta hiqni atë. E vërteta është se ne nuk kemi nevojë të jemi të forta gjatë gjithë kohës për të qenë të vlefshme. Jemi rikthyer në studio mikesha të dashura, jeni duke ndjekur programin Shpresë për ty dhe po flasim sot për sindromën e gruas së fortë. Në pjesën e parë të programit, ndam me ju disa arsye të zhvillimit të këtij termi, si dhe disa hapa për të shëruar nga kjo sindrom.
Tani do të ndaj me ju 10 mënyra për të gjetur forcë tek Perëndia, duke ja besuar atij kontrollin e jetës sonë. Kur lutemi për dikë që po kalon një kohë të vështirë, shpesh themi: Zot, jepi forcën që i nevojitet për ta kaluar këtë kohë. Edhe pse kjo lutje është e mirë dhe Perëndia e kupton se çfarë po kërkojmë, unë besoj se ka një mënyrë edhe më të mirë për të lutur për këtë. Së fundmi, po lexoja disa vargje dhe kuptova se nëse ne jemi besimtarë në Jezus Krishtin, tashmë e kemi forcën që na duhet për të kaluar kohët e vështira, sepse Zoti është forca jonë. Tek e para e Samuelit, kapitulli 30, vargu 6, thuhet: Davidi ishte shqetësuar shumë se njerëzit flisnin për ta vrarë atë me gur, sepse të gjithë e kishin shpirtin të trishtuar për shkak të bijve dhe bijave të tyre. Por Davidi u forcua tek Zoti, Perëndia e tij. Ashtu si mbreti David, ndonjëherë neve na duhet ta gjejmë atë forcë. Kështu në vend që të lutemi që Perëndia t'i japi forcë dikujt, duhet të lutemi: Zot, lutem që ta ndihmosh atë person të gjejë forcën që ka në ty. Kur i largojmë syt nga forca jon, problemet e kësaj bote mund të na dekurajojnë lehtë dhe të na rëndojnë. Dhe kjo është një nga taktikat e Satanit për ta heshtur dëshminë tonë për Zotin. Prandaj, kur jemi të dekurajuar, mund të na duhet ta ndryshojmë fokusin për ta gjetur sërish forcën tonë. Edhe ja 10 mënyra se si ta gjejmë forcën tonë tek Perëndia. E para duke besuar në të, edhe jo në mendjen tonë. Fjalët e urta, kapitulli 3, vargu 5, thot: Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Mënyra e dytë është duke besuar se të gjitha gjërat veprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndin. Romakëve 8:28 thot: Dhe ne e dim se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndin, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij. Mënyra e tretë se si ne forcohemi është duke pritur, duke besuar dhe duke shpresuar në Zotin. Psalmi 27, vargu 14 thot: Ki besim të madh te Zoti, i fort, ki zemër, ki besim të madh te Zoti. Mënyra e katërt, duke e lavdëruar atë, edhe kur gjërat janë të vështira, sepse ai është Perëndia ynë dhe është i denjë për lavdërim. Psalmi 145, vargu 3 thot: Zoti është i madh dhe i denjë për lëvdimin më të lartë dhe madhështia e tij është e panjohshme. Mënyra e pestë, duke menduar për gjërat që janë të denja për lavdërim. Mos u ndalni tek gjërat negative. Tek Filipianët, kapitulli 4, vargu 8, apostulli Paul na inkurajon: Së fundi vëllezër, të gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni. Mënyra e gjashtë se si ne gjejmë forcën tonë tek Perëndia është duke falenderuar. Nuk keni pse t'i pëlqeni patjetër rrethanat ku ndodheni. Ju mund të zgjidhni të jeni mirënjohëse. E para e Selanikasve kapitulli 5 vargu 18 thot: Për çdo gjë falenderoni, sepse i tillë është vullneti i Perëndis në Krishtin Jezus për ju. Mënyra e 7, duke e dorëzuar barrët edhe ankthin ton Zotit. Ne duhet të zgjedhim ta bëjmë këtë. 1 Pjetrit kapitulli 5 vargu 7 thot: Dhe gjithë merakun tuaj hidheni mbi të, sepse ai merakoset për ju. Mënyra e 8 është duke e përqendruar mendjen tonë tek gjërat që janë lart, pra duke mbajtur në mendje se kjo botë nuk është shtëpia jone e përhershme. Kolosianëve kapitulli 3 vargu 2 thot: Kine në mendje gjërat që janë atje lart, jo ato që janë mbi tokë. Mënyra e 9, duke qëndruar me këmbgulje dhe duke kuptuar se vuajtjet na rrisin. Romakëve, kapitulli 5, vargjet 3 deri në 5 na thot: Dhe jo vetëm kaq, por mburremi edhe në shtrëngimet, duke ditur që shtrëngimi prodhon këmbguljen, këmbgulja përvojën dhe përvoja shpresën. Por shpresa nuk turpëron, sepse dashuria e Perëndis është derdhur në zemrat tona me anë të frymës së shenjtë që na është dhënë. Dhe mënyra e 10 se si ne e gjejmë forcën tonë tek Perëndia është duke vrapuar në garën që është vënë përpara nesh dhe duke i mbajtur sy tek Jezusi. Hebrejve 12, vargjet 1 dhe 2 thon: Prandaj edhe ne, duke qenë të rrethuar nga një re kaq e madhe dëshmitarësh, duke hedhur te i çdo barr dhe mëkatin që na qarkon vazhdimisht duke na joshur, le të rendim me durim në udhën që është përpara nesh, duke i drejtuar sytë e Jezusi, kreu dhe plotësonjësi i besimit,
i cili për gëzimin që ishte përpara tij, duroi kryqin duke e përçmuar fyerjen dhe u në të djathtën e fronit të Perëndisë. Fjala e Perëndis, Bibla, është e mbushur me vargje që na ftojnë dhe inkurajojnë ta gjejmë forcën tonë tek Perëndia. Ja disa prej tyre. Filipianëve, kapitulli 4, vargu 13 thot: Unë mund të bëj çdo gjë me anë të Krishtit që më forcon. Isaia 40, vargjet 29 deri në 31 thon: Ai, Perëndia, jep forcë të lodhurit dhe rrit fuqinë të këputurit. Të rinjt mundohen dhe lodhen, të rinjt e zgjedhur me siguri pengohen dhe rrëzohen, por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të reja, ngrihen me krahas si shqiponja, vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur. Mikesha të dashura, tani ka ardhur koha të ndahemi, por duam t'ju kujtojmë se mund ta dëgjoni këtë program si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube edhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Albania, playlista Shpresë për ty 2026 dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e radhës. Ndoshët programin Shpresë për ty.